Hani 7 ara dhe prisni 4 orë, ajo që do ju ndodh do ju befasoj. Nuk është të çudi se arrat janë ndër frutat më të rëndësishme dhe më të respektuara ndër popull. Një studim I kohëve të fundit ka zbuluar se arrat janë një opsion shumë I shëndetshëm edhe për zemrën. Arrat janë të pasura me lëndë të rëndësishme ushqyese që mund të luajnë një rol pozitiv edhe kundër komplikacioneve të ndryshme. Arrat janë një produkt fantastik që mund t'japin përfitime të mira edhe për shëndetin e zemrës. Një studim I Dr. Penny Crise Theron shpjegoi se konsumi I vetëm një grusht me arra çdo ditë mund të ulë riskun e komplikacioneve të shëndetit të zemrës deri në 40%, duke cilësuar arrën si një ndër frutat më të rëndësishëm, të cilën duhet ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta. Kështu, përfitimet e tyre nuk do të jenë vetëm për shëndetin e zemrës, por edhe mbajtjen konstante të nivelit të ushqyesve në organizëm. Nëse doni të merrni vlerat e tyre, I zhysni në ujë përpara konsumit, në mënyrë që stomaku t'i përthithë më mirë të gjitha lëndët ushqyese.